Profesor Dr. Blerta Dragusha ka marrë zyrtarisht detyrën e rektores së Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi, duke cilësuar këtë përgjegjësi si një nder të veçantë edhe një angazhim të madh ndaj institucionit, komunitetit akademik dhe studentëve. Në mesazhin e saj të parë, Dragusha thekson se ka pranuar këtë detyrë me përkushtim të plot, duke vendosur në qendër të punës formimin e brezave të rinj, zhvillimin e kërkimit shkencor dhe promovimin e dijes. Rektoria e re falenderoi Ministrinë e Arsimit për besimin e dhënë, ndërsa garantoi se drejtimi i universitetit do të mbështetet në parimin e integrimit, transparencës, përgjegjësisë dhe vizionit afatgjat. Një vlerësim të veçantë ajo i kushtoi paraardhësit të saj profesor doktor Tonin Xhuraj, duke e falenderuar për kontributin në drejtimin dhe zhvillimin e universitetit gjatë 2 viteve të fundit dhe duke i uruar suksese në angazhimet e ardhshme. Dragusha u shpreh vendosur për të forcuar bashkëpunimin me stafin akademik dhe administrativ mbi bazën e dialogut, meritokracisë, profesionalizmit dhe përgjegjësisë së përbashkët. Ajo theksoi se studentët do të mbeten në qendër të vëmendjes së institucionit, ndërsa universiteti do të vijojë të forcojë lidhjet me komunitetin, partnerët institucional dhe botën akademike brenda dhe jashtë vendit. Në deklaratën e saj, rektoria e re nënvizoi se do të udhëhiqet nga parimet e qeverisjes së mirë universale, duke përfshirë transparencën, llogaridhënien, autonominë akademike dhe promovimin e ekselencës. Në mbyllje, profesor doktor Blerta Dragusha ftoi maturantët të zgjedhin programet e studimit të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi për vitin akademik 2026-2027, duke theksuar se së bashku do të ndërtojmë të ardhmen përmes dijes, inovacionit dhe vlerave.